Klodi është shqiptar, jam në Lisbon me të, ka këtu prej vitesh, ka histori spektakolare, si që kanë histori gjithë shqiptarët që kanë ardhur me 100 ciklete, po historia ti është shumë e veçantë, unë ta kthej direkt që ta shpjegoj vetë. Klodi, sa vjetë ke në Lisbon? Unë në Lisbon kam 14 vite. 14 vite? Po. Po, si ke ardhur? Kemi ardhur për eksperiencë pune, u emigruam edhe herë nga fillimi, si dolem nga Italia. Domethënë ti je 2 herë emigrant. 2 herë emigrant. Nga cila pjesë e Shqipërisë je? Unë jam nga Fushkruja. Nga Fushkruja? Po. E ç'a viti ke ik? Unë kam ikur 95 nga Shqipëria. 95, po sa vjeç ishe? 11 vjeç. Po si ike? Ike me pjesën e Caritasit, i organizuar nga Caritasi dhe pjesa e shtetit shqiptar. Ishit disa fëmijë? Ishim gati ke 35 fëmijë. 35. Ju mori Caritasi dhe ku ju vendosi? Në Kalabri, një tip monasteri. Po, të pjesës Arbreshe. Ju morën bashkëpunim edhe me shtetin shqiptar, ë? Edhe shtetin shqiptar. Në pjesën Arbreshe. Arbreshe. Kemi nitur në vendin Castrovillari, sot një fshat San Basile. Edhe ka qenë një kish monaster. Po. Edhe rishim me anën e priftave edhe ato. Po shkut bështit priftëria, apo jo nuk ishte lidhje? Besoj se ideja e fillimësisë ishte pjesën prifte, po prifte nuk ka dalë asnjë nga ne. Asnjëri s'u bë prifte? Asnjëri nuk u bë. Po ishit nga zonat ndryshme të Shqipërisë? Zona ndryshme, ka Berati, Korça, Fushkruja, Durrësi, Tirana, kemi pasur goxha në zonat e gjithë Shqipërisë. Po prindrit u ndjen keq kur ikët? Normale, prindrit është normale, ti ikish më të lloj moshe, ti ikish prindrit, besoj se është një nga pjesë më të dhimbshme që mund të ketë një nan, më shumë, se sa një djalë. Se djali nuk e kupton për fillimin, për momentin nuk e kupton se e shef si aventurë të momentit. Po kur arrin se e shef mungesën. Ishte vështirë 11 vjeç pa prindrit shkoj atje? Shumë e vështirë. Edhe jeta duhet të jetë shumë e vështirë në manastir apo? Shumë e vështirë ishte sepse do të ishin shumë standarde për me rrit një fëmijë, edhe një Nëse merreshit atje apo asgjë? Shkollim bët? Shkollimin, pjesën e edukimit normale, pjesën e edukimit të fetare, se kishim çdo ditë. A bënit edukim fetar çdo ditë? Po sa vjet ndeten në manastir? Manastir nita deri kur mbarova shkollën si u diplomova për kuzhinier. U diplomova për kuzhinier. Manastirit çojnë kuzhinë? Shkollë kuzhine? Jo, ishte mund ta zgjedhë vetë, ishin varë shumë shkolla. E pse zgjodhe shkollën e kuzhinës? Shkolla e kuzhinës ishte ajo si të bjete çik lekun më shpejt në fund të muajit. E mendove që të merre lekun më shpejt, ë? Edhe? E mendova që në fillim. Edhe ishte ajo pjesa sa më e shpejt kishte. Po ku mësove kuzhinën? Unë në Kalabri mësova kuzhinën. Kalabri? Po, ka kuzhinë mirë Kalabria? Shumë fantastike ka një kuzhinë shtëpiake më shumëtën, se kanë kulturë familjare. Po? Nga pjesë e djeles, ajo mbledhja familjare, aty është shef kuzhinën kalabreze. Ashtu, ë? Shumë. E ke edhe raport me kuzhinat e tjera italiane shumë e mirë? Dëgjoj, Italia ka gjë të bukur se çdo region si ti kalon, kanë një kulinare shumë vetën edhe pjesën. Po ti vetëm me Kalabrin u mora apo mësove pastaj edhe gjithë kuzhinën? Kuzhinën e kam bërë eksperiencën e kuzhinës e kam bërë komplet gjithë Italinë. Kur jam nalur më shumë me Emilia Romagna. Emilia Romagna. Po kur je në Kalabria sa vjeç ishe? Kur jam në Kalabria, hiksha nga Kalabria se boshim stagionet, i boshim sipër na. Mrimin mbriçon edhe u ktheshim boshim shkollën. Edhe gjatë fundjavës boshim edhe pjesën e martesave, boshim Domethënë ti më shumë ke punuar në Emilia Romagna? Po, më shumë Emilia Romagna kam punuar, më shumë. Po, edhe? Nga 7-8 vjetë. Edhe mrapa më erdhi oportuniteti me ikur me bëj shefin në Lisbon. Edhe ja ku jemi sot në Lisbon, edhe si çdo kuzhinë. Po ti erdhe në Lisbon për eksperiencë? Jo, erdha si shef kuzhine vetëm thjesht për të bërë si profesor dhe shef kuzhine për të dhënë një. Sa vjeç ishe? Unë isha 24 vjeç në 24 kur erdhe. Për të gatuar kuzhinë italiane, ë? Kuzhinë italiane, po. Edhe ngele, po pse ngele? Sepse po është një klimë fantastike, një vend, si mund të shifsha të ardhme çik ndryshe. Janë miqësor portugezët? Shumë, familjarë e miqësor. Familjarë dhe miqësor, ë? Shumë. Po më duket mua po s'kan shumë dëshirë me punu shumë. Jo, nuk e kanë fare. Po si gjithë kryeqytetet nuk kanë. Nuk kanë qef. Jo, dvenit kur nuk kanë qef. Edhe ti niset shef kuzhine? Po, nisa si shef kuzhine. Çfarë restoranti? Unë kam pas punuar në një grup si ushqet e Valentino. Po? Ai grupi filloi e hapte çdo moment hapte çdo 6 muaj hapshin në restorant. Unë isha ai personi që organizosha kuzhinën, organizosha pjesën e ndërtimit, të organizimit të kuzhinës, pjesën e arkitekturës, si mund ta pjesën e menus, food cost, pjesën e menaxhimit personelit, edhe kështu filluan 6 muaj hapshin në restorant, edhe unë fillova
duke marrë eksperiencë deri në moment se e pash se arrita në pozicionin e duhur. Sa vjet ke që ka hap restorantin tatë? Unë kam 5 vite, hym për 6 vite. Si quhet restoranti? La Villa Lisbona. La Villa Lisbona, është restorant italian tipik? Restorant tipik italian, na bëjmë një ushqim shumë të thjeshtë, nuk jemi me ca prodhime regionale çdo Portugalisë? Portugalisë nga ana e verave edhe sallatrave, domatrave. Po tjerat? Tjerë gjithë nga Italia. I sjell nga Italia? Po, gjithë Është i madh restoranti? Kemi gati 550 vende. 550 vende ulur. Ulur. Është plot gjithmonë? Jemi goxha ka shumë herë se kemi edhe rresht para. Pra jetë pronar i restorantit, i biznesit flas. Po. I biznesit. I biznesit. Po tjetër çfarë ke hap edhe? Kemi një gjelateri edhe po hapim edhe një tjetër, një enotek edhe Në vend të mirë? Një nga panoramat më të bukur të Po restoranti vetë është i mirë? Shumë i mirë. Është një nga parqet më të bukur të Lisbonës për momentin. Edhe kemi një pozicion shumë fantastik me anë të përpara kemi ambasadën gjermane, nga anash kemi universitetin, kemi 2 spitalet më të mëdha të Portugalisë. Po pash që kishte edhe foto me Cristiano Ronaldon. Po Cristiano Ronaldo shne? E kemi pas klient kur kam qenë në ca restorante të tjera dhe më ka ardhur dhe ke restoranti. Klient kur jetonte në Portugali apo kur jetonte në Portugali dhe kur ka pasur me Anglinë në Manchester. Vinte si klient? Vinte familjarisht. Çfarë hante më shumë? Ai hante për një fileta dhe një spaghetti al pomodoro ose një spaghetti al olio. Nuk merrte asnjëherë gjë tjetër? S'donte as miksim asgjë? Asgjë. Po ka ardhur, vinte shpesh? Ka pas ardhur për pakti një herë muaj. Një herë muaj? Po. Domethënë ki ke shërby disa herë, jo vetëm thjesht një herë. Po tani vjen më? Tani jo, tani sa ka ikur kjo pjesa arabe nuk e kemi. S'vjen më. Çfarë klientësh ke në restorant? Restorantin kemi nga ana politike, nga ana futbollit, nga ana familjare si janë normalizuar, kemi pothuajse përgjithësi totale klientela jonë është 80% është portugeze. 80% është portugeze, janë vendas domethënë, jo turist. Jo. Po në Shqipëri vjen? Vjen çdo 2 muaj. Çdo 2 muaj. Ç'a të pëlqen në Shqipëri? Shqipëri më pëlqen aty ku jam rritur edhe ajo imagjinata kur kam qenë fëmijë i vogël. Kthehesh në fshat? Kthehem gjithmonë në fshat. Edhe për fshatin vi. Edhe Shqipëria më pëlqen goxha sepse kemi një vend shumë bukur. Ke një plan të hapësh restorant në Shqipëri? Me zemra, me shpirt, po. Kurse me idetë e mia nuk e di. Me logjik nuk të funksionon, a? Nuk më del, nuk e di. Kështu që je më mirë në Portugali për momentin. Për momentin po, besoj se po. Kështu që Jago jam me Klodin, thash edhe një herë, është histori e çuditshme, shqiptarët janë gjithmonë suksesshëm kudo që shkojnë. Ka një restorant, 2 xhelateri, tani po hap dhe një restorant tjetër në zemër të Lisbonës, po edhe në Shqipëri vjen çdo 2 muaj, 10 vjeç ka ikur. Sa vjet ke që ke ikur që tani? Sa vjet bëhen? Besoj se kemi 31 vite. 31 vite që ka ikur dhe prap vjen 2 herë në muaj në Shqipëri. 8 mbar. Faleminderit. Mirupafshim.